Përshëndetje të nderuar ndjekës të dashur, sot pranë jush do të sjellim një histori e cila ka mbërritur në kanalin Historiete. Do të ndalojmë tek një rrëfim i një zotërisë i cili ka rrëfyer jetën e tij dhe çfarë ka ndodhur më pas. Ai ka lënë gruan me fëmijët pasi që në jetën e tij ka hyrë një rrugtim i bukur ashtu siç e shprehën vetë zotëria. Nuk do t'i haroj kur vitet e para të martesës time. Ishin vitet që i ndërtua me ëndrat më të thjeshta. Një shtëpi, një familje, një jetë të qetë. Në fillim gjithçka dukej normale. Ajo ishte një grua që e doja, që më dukej e drejt për drejt. Por me kohën, ajo filloi të zbehej, ajo dashuri realisht. Të zhbohej si një